A e dini se në qoftë se je tradhtuar apo ke tradhtuar, ajo tradhti është tradhti ndaj vetes tënde. Je mashkull apo femër? Dhe tani po të flas ty femër. Në qoftë se je tradhtuar nga partneri jot dhe ke ndentur në eshtje atë që ke bërë nga frika që mos ngelesh vetëm, ke ngelur në eshtje duke ngritur një mur ndaj personit që ke qenë. Asnjëherë mbas një tradhtie, një marrëdhënie nuk mund të jetë e njëjta. Diçka brenda teje, në zemrën tënde, është thyer. Por frika se mos ngelesh vetëm, turpi i familjes ose mungesa e parave, e gjendjes financiare që nuk mund të largoheshe, të bëri të eshtje dhe të përcjellje gjithçka nga ajo që shpirti yt nuk e harroi kurrë. Aty ke ndjenjen e frikës. Ndihesh e pavlerë, ndihesh pa merita, e pa respektueshme. Dhe fillon të punosh dhe të luftosh me veten tënde. Asnjëherë nuk mundesh të falësh në të vërtetë në qoftë se ti ke parë një tradhti. Të gjitha këto janë dhe për ty mashkull. Gjithashtu ke përcjell ti femër gjithë të elm brenda teje dhe je fryrë dhe në trup. Je sëmurur. Vetëm që veten mos të thoshin rrugaçe, sepse ligjet e kolektivit kanë dalë që kur një femër tradhton, është rrugaçe, kurse kur tradhton një mashkull është mashkull. Jo njerëz, erdhi koha që ne të marrim përgjegjësinë çdo njeri për veten e tyre. Është një lloj edhe femra dhe mashkulli kur të tradhtojnë. Nuk keni asgjë më tepër dhe asgjë më pak, as edhe ne femrat. Ndaj, po të flas ty femër, mos rri në eshtje, ndalo rolin e viktimës që ke hyrë. Fillo të prishësh atë murin që e ke bërë me zemrën tënde. Ke ngrirë ndjenjat e tua dhe nuk jeton. Dhe po jeton për fëmijët e tu. Po dua të të them një të vërtetë, sepse asnjë fëmijë nuk do të shikoj prindin, nenën ose babain, sepse ndjen energjinë në rolin e viktimës. Në qoftë se ke bërë ose do ta bësh këtë, dhe fëmia jote do mësohet të pranoj, të bëj durim kur ta gënjejnë, kur ta mashtrojnë dhe ta manipulojnë. Por dhe ju që tradhtoni, dua t'ju them se ata që tradhtojnë, e para e vetes është, e para e të parve është tradhtojnë veten e tyre. Tradhtojnë dashurinë, sinqeritetin ndaj vetes të tyre. Prandaj, femra dhe meshkuj, nuk është nevoja të tradhtojmë, por të hapim zemrën, të flasim me sinqeritet, dhe kur na ka mbaruar dashuria, nuk është nevoja ta mbaj burrin ose gruan për siguri financiare, akoma dhe siguri shpirtërore, dhe të gjej një mënyrë të tradhtoj, nga mbrapa të kaloj kohën. Sepse për mua, dhe për shumë njerëz që i kanë mend në kokë, tradhtia vjen nga ignoranca, nga ndërgjegja, nga që nuk di vërtet çfarë ndodh. Dhe atë që bëjmë është të themi gënjeshtra njëri tjetrin.
erdhi koha, jetojmë në 2025-ën, të marrim të gjithë përgjegjësinë e jetës. Mos silli më fëmijë të dhemshëm, të kalojmë plagët tona, të ndjejnë energjinë tonë, sepse jemi energji. Doni ta pranoni, nuk doni. Energjia ndihet. Dhe ju flas dhe nga përvoja, sepse u rrita në një familje që nuk kishte dashuri të pastër, po kishte frikë nga ana e nënës time, kishte mossiguri dhe nga babai im, dhe kishte plagë që nuk mundeshit t'ja hapni zemrën njëri tjetrin, po njëra duronte për sytë e botës, se s'kishte ku të vinte me 3 fëmijë, dhe babai im shikonte si mund të kalonte kohën mirë. Prandaj o njerëz, atë energji që krijohet në familjet tona, asnjëherë nuk ngelet të mos e marrë dikush. Do ta marrë një nga fëmijët tuaj. Ai që është më i ndjeshmi në familje, dhe do vuaj dhe ai, dhe në qoftë se nuk arrin ta shërojë atë plag, do ta marrë fëmia e fëmijëve tuaj. Ndaloni gënjeshtrat, ignorancat, manipulimet. Nuk është më nevoja të gënjejmë, por të jemi të vërtetë. Në qoftë se ju mbarohet dashuria, dhe në qoftë se jeni burra, vërtet, se më tepër ju burra tratoni, mund të arrini të pini një kafe me atë femrën që jeni njojtur me partneren tuaj, ose nënën e fëmijëve tuaj, dhe t'i thoni me dashuri, duke e parë në sy, të falenderoj për gjithçka që kaluam bashk, po deri këtu ishte rrugtimi jon, dhe pastaj shikoni drejtimin tuaj. Jo të mbajmë gratë në shtëpi dhe të shikojmë të tjerat, sepse tradhtia nuk është vetëm kur vetë bën dashuri me një person. Tradhtia është kur bën like në një femër tjetër, kur shikon trupin e saj dhe ëndërron të jesh me të, dhe kur ti të pëlqen një tjetër, ashtu dhe juve femrat. Përderisa ti shikon një femër tjetër, një mashkull tjetër, do thot që brenda teje diçka ka mbaruar. Ai personi që e di kush është dhe është në një lidhje serioze, asnjëherë nuk ka sy për një femër ose një mashkull tjetër, nëse e di pse është me atë person. Le të ndalojmë të gjitha këto. Dhe ju gratë që eshni, boll u bet viktima. Mos kini frikë, se Zoti ndihmon. Është më mirë të kesh gjendjen tënde shpirtërore të ulët dhe të kesh siguri financiare gjojash, sepse asnjëherë nuk të ka vënë në vendin e dur, se s'të ka përfillur, nuk të ka parë, nuk të vlerëson. Dhe nuk është nevoja se çfarë rrobë veshe, në çfarë makine lëvise dhe udhton. Njerë në kaq kohë që ta bën për sytë e botës. Puna është jetë aty në të mirë dhe në të keqe. Të ndihet zemra plot. Këto nga ana ime. Nëse juve ju pëlqejnë ato që doni të rini në rolin që jeni, zgjidhja është e juaja. Unë kam qenë, jam dhe do t'jam në vendin tim dhe nuk do hesht për asnjë mashkull. Dhe nuk do lejoj asnjë mashkull të më tradhtoj dhe të tradhtoj unë shpirtin tim për një person tjetër. Sepse e para dhe dashurinë që të pres nga të tjerët do t'ja jap vetes time. Nuk është më nevoja të pres nga të tjerët. Ndaloni. Ju falenderoj.